rishfeti nuk lejohet në Islam. Përveç se nëse ti nuk arrin do të arrish marrësh hakun tat, të drejtën tate, atëherë në këtë rast mëkati është për marrësin dhe për dhënësin. Po mirë, cili është përkufizimi i rishfetit? Të meritosh atë që se meriton, ose të mohohet ajo gjëja e merituar për dikë tjetër. Pra ti jep para ose shfrytëzon pozicionin ose kundizon për të marrë atë që nuk e meriton. Për të arritur diçka që nuk e meriton. Ose me dhon diçka ose me shfrytëzu pozicionin për t'i mohuar dikujt atë që e meriton. Kjo është mitmarrje ose rishfeti. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Ka fituar mallkimin e Zotit ai që jep rishfet dhe ai që merr rishfetin. Kemi thënë pra vetëm përjashtimi është kur njeriu nuk ka rrugë tjetër për të arritur hakun e vet dhe drejtën e vet. Atëherë në këtë rast është muhabet tjetër.